Rama jepe të leqen. Vetëm edhe diçka sa i përket projektit Zvërnecit, nuk duhet harrojmë kur, se imazhi përdoret i ndërkombëtarëve, ata që ndërtojnë janë oligarkët lokal dhe pastrojnë parat e drogës e të krimit. Këtë duhet ati se cili. Ky është trinomi, përdoret përsëri imazhi i ndërkombëtarit siç është Ivanka Trump, pas përdoren lekët e kriminalëve përmes oligarkëve lokal. Mos e harroni. Ramapur, Perişanpur, Ramapur, Perişanpur, Ramapur, Perişanpur, Ramapur, Perişanpur, Ramapur, Perişanpur, Ramapur, Perişanpur. Dashur vëllezër e motra, interesant. Ky është momenti më historik për shqiptarët. Po. Është momenti më historik. Sepse është projektuar që shqiptarët largohet, t'i pastrojnë nga Ballkani. Edhe të zëvendësojnë me migrantë huaj, jo që rrezikon sigurinë kombëtare shqiptarëve, ekzistencën, edhe sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Korrupsioni në Ballkan është shumë i rrezikshëm, shumë i rrezikshëm. Nuk është rasti që shqiptarët po i largojnë. Po i largojnë. E duke e mbush me turistë, me emigrantë huaj. Andaj, ne duhet të jemi qytetarë deri në fund, pa t'i thonë stop këtyre kusharëve këto hajdueteve që janë tradhtarë e komunikacionit e në fundjesorë, qyteti i Tiranës, në orën 8 të darkës, ne bëmi demonstratë të uqishëm ka rrugë Kavajës. Në shumë forca speciale e policia që bën masakra. Arrestuan 300 veta të notë. I kanë masakruar në mënyrë të thunshëm, duke thyrë kockat e komët me bishta lopate. Pastaj u detyruan hapën ambasadat ata. Kjo ka qenë. Pastaj hapën ambasadat. Shiko. Ka ndërruar vëllezër e motra. Qendrimi i sot ka të bëjë, nuk ka të bëjë vetëm me sigurinë kombëtare të shqiptarëve, por një popull i vogël, me Gjermania në një popull do vemi kanadis, por qendrimi është që të dëmsojnë influencën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, që ta zaventësojnë me rusët dhe me kinezët. Kjo është që prishe talenti motor. Kjo është veni më strategjik që ka veni. Por ne ju uroj gjithë tjerët, edhe bashkohen, edhe vëllëtemë, kjo partejë të madhe historikë që i gjitha protesa më të fuqishme dhe momentin më të dëshirë që përkëta komi shqiptarë. Kjo nuk ka shësi. Ju uroj gjithë tjerët. Zotrin moshuar dhe zonja që janë larguar nga diotomia në cilën na ka mbajt prej kohësh dhe i çon këndojnë me gjithë shpirt Ramapur, Perishambur, Ramapur, Perishambur, Ramapur, Perishambur, Ramapur, Perishambur. Që ka krasuar disa pjekje, cilat të këdojnë të shëmërru. Por në fakt, ata për e thonë të shëqëri, për marrë në pension që për marrë, dhe nuk për ata në kontribuarë, si shumë që të arë kilondu. Po e thonë në zi, që të të dojnë, sot i kontribuarë që a e sërë pensionet e që të shëqëri, sërë pensionet e që të shëqëri.
Marrin 991.000 lek. Ka zotëri, si karshillak që i bëjnë ti kësaj turme të fuqishme që janë mbledhur tu për t'i thënë goditën e fundit kësaj govine në mënyrë simbolike, unë them që nuk do t'i bëjnë karshillak, sepse këta qytetarët kanë kontribuar dhe kanë vlerësuar të njësisht jeni i vendi i vetmi në Ballkan që marrin një pension 990 lekë. Atëre, si shpjegohet që para ditëve vjen ministri i financave dhe ndalet me pensionistët e në përkëmbin të shtresë të shoqërisë, duke kujtuar se do të rritë pensionet me 2.8%. Fondu tem që të shenjë kur kishtë shumë armote për pensionistë, që të dëgjojë fjalla edhe e tyre, të bashkoje e të rinin, fëmija. Dhe e keni juve pse nuk rritën pensionet, sepse kjo qeveri hajdute ka vjedhur jo më pak se djersën e plot të qytetarve dhe ka fundur pikrish në këta që quhet oligarkë. Pensionet në Shqipëri mund t'jenë më pitoze të gjithë vendet e tjera. Maqedonia, një vend shumë i vogël, ka një pension më të lartë se ne. Malizi, pensionin minimal 452 euro. Atëre, si shpjegohet që pensionet sot në Shqipëri janë kaq të ulta? Sepse kjo qeveri e ka hequr vëmendjen krejtësisht nga kujdesi që duhet ketë për pensionistin. Dhe për këtë arsye është një shkak më shumë që kjo qeveri krahas atyre interesave të tjera që të qytetarëve, të studentëve, të rinisë, natorëve, të invalidëve, duhet ishin mbledhur këtu shumë herë më tepër se kaq për të dhënë grushtin e fundit të tragedisë. Sot ne kërkojmë të vjetë me njerë minimumi etik dhe këtë nuk mund të adhe do të poshtë qeveri. Hajde,